si jeni? A jeni mirë? Mirë si keni ardhur. Të nderuar shikues, mirë se erdhët këtë mëngjes në komunën e Likovës. Sot jemi këtu për një bisedë të qetë dhe miqësore, bashkë për një kafe dhe pak kohë për të folur për shumë çështje të rëndësishme. Me neve sot është kryetari i komunës së Likovës, një herët edhe kandidati për kryetar të komunës së Likovës, zotri Erkan Arifi. Me të do të flasim për punët e bëra gjatë mandatit e tij, sfidat të cilat I ka hasur dhe të gjitha planet e ardhshme për një komunë më të mirë. Kryetar, mirë se gjetëm dhe faleminderit që na pranove të jemi sot këtu bashkë me ty. Faleminderit shumë nga televizioni juaj dhe nga të gjitha mediumet të cilat mundohen që të përcjellin mesazhin dhe porosinë në të mirë të banorëve të komunës së Likovës. Kryetar, si jeni sot ditën sot? Sot është ditë e premte, është ditë e xumë, duke pas parasysh se filluam nga ora 8 gjithë në punë, duke krijuar obligimet të cilat I kemi çdo ditë dhe përgjegjësitë në administratën komunale. Dhe pastaj vazhduam me aktivitetet e tjera radhazi. Kemi vendosur që këtë intervistë ta bëjmë këtu në kafe. Na trego kryetar, zakonisht kafen e mëngjesit kë e pin në zyre apo në ambientet jashtme? Puna ime është që kafen e mëngjesit thuajse çdo ditë me banorët e komunës tonë, duke gravituar, duke lëvizur nga fshati në fshat, duke I takuar banorët, duke bashkë biseduar për hallet, brengat, por edhe sugjerimet të cilat I kanë, propozimet, dhe kështu që në shumicën e ditëve, kafen e mëngjesit e filloi bashkë me banorët e komunës tonë. Jeni në krye të komunës së Likovës prej disa vitesh tashme. Cilat janë disa nga rritjet më të rëndësishme gjatë mandatit tuaj? Në cilësinë e kryetarit të komunës së Likovës, jam munduar dhe besoj e kemi vërtetuar se institucioni komunë është I banorëve të komunës së Likovës, ku dyert e komunës kanë qenë të hapura çdo ditë për çdo banor I cili ka ardhur që t'i kryej obligimet administrative dhe e kemi pritur me përgjegjësinë dhe ndershmërinë më të madhe, duke I shërbyer në çdo kohë. Pastaj ne jemi një komunë rurale ku kemi 22 vendbanime. Dhe komuna e Likovës është një komunë e veçantë, është një komunë e shenjtë për mua, për arsye se është komuna e vitit 2001 dhe më herët e sakrificave të kombit shqiptar, dhe kjo komunë, këta banor e ka ndryshuar Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Andaj shfrytëzoj momentin, Andaj shfrytëzoj momentin të përshëndes të gjithë banorët e komunës tonë, të gjithë autoritetet e komunës tonë, nga fshratat e ndryshëm, edhe banorët të cilët I kanë pasur krah të djathtë në realizimin e projekteve në interes të banorëve të komunës. Si e vlerëson bashkimin, domethënë bashkëpunimin me qytetarët e komunës Likovës, me institucionet? Unë them sinqerisht, unë jam në mesin e banorëve të komunës tonë çdo ditë, edhe atë duke u takuar, duke I faleminderuar jashtëzakonisht për bashkëpunimin të cilën e kemi pas. Unë pa dallim ngjyrave politike kam bashkëpunuar me të gjithë bashkësitë lokale në komunën tonë, me të gjithë shoqatat e ndryshme jo qeveritare, me të gjithë imamët e xhamive të cilët I kemi dhe dua t'i faleminderoj nga zemra për kontributin dhe për kushtimin në të mirë të banorëve të komunës tonë, dhe të gjithë ata të cilët kanë shprehur gatishmëri dhe vullnet që bashkarisht mund të bëjnë punë të hajrit, punë të mira në dobi të banorëve tonë. Komuna e Likovës është një komunë rurale ku kemi 22 vendbanime dhe prej tyre janë 11 vendbanime fushore. Kemi thuajse në çdo fshat, kemi edhe barreta të dëshmorëve. Kemi edhe
shkollët, kemi objekte të ndryshme dhe kemi arritur bashkarisht që të bëjmë punë të mira në dobi të gjithëve. Po ashtu në sferën e arsimit kemi realizuar shumë projekte. Edhe atë në të gjitha shkollat i kemi rekonstruuar, i kemi me nxemje qendrore dhe i kemi mënyrën më të mirë të mundshme. Po ashtu duhet të theksoj se kemi edhe shkollën e mesme komunale Ismet Jashari. Edhe kemi dy drejtime, njëri është gjimnazi i përgjithshëm dhe drejtimi tjetër është motër medicinale, që është ëndër që në një komunë rurale të kemi një drejtim të mjekësisë për motër medicinale. Po ashtu është shumë e mirë edhe atë që arritëm të bëjmë shtëpinë e kulturës, që të gjithë ata të cilët mirën me artë, kulturë dhe sport, të kenë dyert e hapura dhe të motivojmë dhe të nxisni në afirmimin e aftësive të tyre. Po ashtu arritëm që ta ndërtojmë edhe qerdhën e dytë në nivel komunal, ku pas shumë pengesave nga niveli qendror, arritëm me lejen e Zotit që ta lëshojmë në përdorim edhe mbi 114 fëmijë të ushtrojnë të drejtën e tyre edukative arsimore në atë qerdhe. Kemi ndërtuar mbi 7 salla të sportit dhe mbi 2 terene të hapura sportive. Dhe mendoj që të gjithë mësimdhënësit tanë, të gjithë antarët e këshillave drejtuese dhe të gjithë drejtorët kanë dhënë maksimumin që procesi edukativ arsimor të jetë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kryetar, çka të motivoi të kandidosh edhe për një mandat tjetër? Ju them sinqerisht, kërkesa e shumicës së banorëve të komunës tonë, kërkesa e forumit rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pastaj në mënyrë unifikuese të gjitha strukturat e degës tonë, këshillat vendor, antarët e degës, këshilli mbikëqyrës, dhe kryesia qendrore së bashku me liderin tonë Zoti Ali Ahmeti, dhe në koordinim me të gjithë partnerët e Aleancës Kombëtare për Integrim, u vendos që unë duhet t'i prij edhe një procesi edhe të jem kandidat për një mandat të tretë, e cila rrallë herë ka ndodhur në komunën e Likovës, ose të themi sinqerisht asnjëherë më herët që dikush ka pasur edhe guximin që të kandidon për mandatin e tretë, por falë bashkëpunimit me banorët e komunës tonë, dhe nuk ka mundur të ja kthej shpinën, do i shërbej natë e ditë, do jem krau i tyre i djathtë në çdo kohë, se vetëm komuna jonë ka kaluar nga një fazë zhvillimore, derisa më herët bisedoshmi për projekte elementare jetike, tash mund të them se komuna jonë vetëm ndal ngadal do hyjë në një komunë edhe urbane, por arsye se të gjitha rrugët i kemi të asfaltuara, të gjitha rrugët regionale, të gjitha rrugët lokale me këtë investim këta dytë që e bëjmë, do i përfundojmë mbi 85% të rrugicave në bashkëpunim me banorët e komunës tonë. I kemi krijuar dhe kjo është kënaqësia shpirtërore kur bashkarisht me të gjithë banorët dhe kur të shkojsh të presin me duar të hapura. Kryetar, tash jemi në kohë fushate. Si po e zhvillon fushatën juaj dhe a ka diçka të re në krahasim me vitet e kaluara në këtë fushatë? Fushatën të cilën e kemi është një fushatë tepër demokratike, një fushatë të cilës unë personalisht së bashku me të gjithë kandidatët për këshilltar komunal i japmi shpresë, i japmi vullnet pozitiv, duke takuar banor të ndryshëm, duke ju sqaruar programin tonë 4 vjeçar, dhe kam shumë kërkesa që të takohem dhe çdo ditë thuaj se mbi 50 takime në ditë që i kam, dhe ajo është vullnet dhe shtytje për mua. Unë personalisht me të gjithë strukturët e Aleancës Kombëtare për Integrim, apelojmë çdo herë dhe kërkojmë që fushata të bëhet fair dhe shumë demokratike. Ai i cili është më i miri, ai le të fiton. Banorët e komunës së Likovës e kanë votën e tyre, e kanë verdiktin e tyre dhe ata e vlerësojnë më së miri. Unë ju them sinqerisht,
kam një besim të plot e banorët e komunës tonë, se në vitin 2017 e banëm një dallim prej 5.000 votash, në vitin 2021 e rritëm atë dallim, besoj se këta herë do evolosmi një fitore bindse e cila nuk ka ndodhur asnjëherë në komunën të Likovës. Sa po është sfiduese për juve mi organizu këto me ekipin tënë dhe apo has në i vështërësi gjatë kësaj fshate? Kur të presin banorët e komunës tonë mënyrën më të mirë të moshme, besoni se është kënaqësi e madhe së bashku me shtabin komunal zgjedhor të cilën e kemi në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim. Është një punë të cilën e bëjmë çdo ditë, duke pas parasysh se ne bashkëpunojmë edhe me ekspertë të ndryshëm të fushatave të ndryshme, por ajo e cila mua më ban më krenar se çdo ditë jam afër qytetarëve dhe vlerësoj shumë sinqeritetin e banorëve të komunës. Kryetar, cilat janë prioritetet kryesore që do t'i fokusoni gjatë mandatit të ardhshëm nëse edhe qytetarët ta japin votën? Ne në komunën të Likovës, si prioritete, si vazhdimësi të projekteve, kemi rrugët lokale që t'i përfundojmë në tërësi me këta kontrata të lidhura, do e përfundojmë që filluan para disa ditëve, rrugën kryesore në fshatin Vaksinc, ku do bëhet me ansore, me trotuar dhe rruga do asfaltohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Po ashtu rruga në fshatin Supçan, afër shkollës Fajkunica, deri te varrezat e fshatit. Në fshatin Orizar, rrugët prej të sheshi Ismet Jashari në drejtim të ish kryetarit të komunës së Likovës, zotri Vahid Saidi të Ndjerin. Rruga tjetër prej të Market Lerimi në drejtim të Qerdhës dhe stadionit të fshatit Orizare. Rruga Theranda në Likovë dhe të gjithë rrugët kryesore në fshatin e Kushtakut. Si projekti i dyti do jenë ujësjellsi për fshatin Opaj dhe Ropac, ku atë projekte kemi fituar nga qeveria e kaluar, i kemi dorëzuar projektet, kontratat, letë ndërtimit në Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe presim një ditë më herët që ata t'i administrojnë dhe të lidhin kontratat dhe punëkryesit të dale në teren. Dhe projekti i tretë është ndërtimi i qerdhës në mes të dy fshatrave Llojan dhe Vaksinc, me çka do mbulojmë këtë territorin e komunës tonë me qerdhe ku fëmijët e atyre dy fshatrave, prindërit e atyre dy fshatrave do e kenë më afër që të shërbejnë. Edhe ne si komunë rurale në të ardhmen mendojmë që ndriçimi publik komplet të rekonstruohet dhe të kemi let dhe pastaj do vazhdojmë edhe me transportin publik, që është një kërkesë e banorëve të komunës. Kryetar, gjatë mandatit, do të thënë sa keni qenë ju kryetar, keni punuar shumë gjatë projekteve infrastrukturore. Me cilin projekt ishe një ma krenar dhe cili kish mujt me kam projekti ma i rëndësishëm që kemi rrinë në bo? Ne si komunë rurale kemi realizuar shumë projekte kapitale në interes të banorëve të komunës së Likovës. Në aspektin shpirtëror, si projekt i cili ka qenë ëndër e banorëve të Kumanovës, Likovës dhe pjesja tjetër e Kosovës, Ana Moravës, është pika kufitare Bellanos Stanqiq. Në atë moment të cilën e hapëm atë pikë kufitare, unë kam parë të njerëzit një emocion të veçantë. Ajo ndasi e cila u patë krijuar, arritëm që në bashkëpunim të atëhershëm me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut të ndërtojmë objektin atje, të lëshojmë në përdorim dhe rruga më herët që është bërë nga pika kufitare deri në Supçan të bëhet me standarde evropiane, ku sot e shfrytëzojnë banorë të përditshëm të komunës tonë dhe me komunën e Gjelanit, me komunën e Vitinjës, me Republikën e Kosovës, kemi një afërsi edhe më të madhe dhe kjo ishte një ëndër e kakmoqshme banorëve të komunës tonë. Dhe projekti i dytë është padrejësia shekullore për ujësjellsin e komunës tonë. Arritëm që ta rrumbullaksojmë me të gjitha objektet e filtr stacioni dhe objektet e tjera nga fshati Llojan, Vaksinc, Supçan, Orizar
Likov Hotel Matec Vishtis në Kushtak, ku dhe na kanë mbetur këta dy projekte të cilët Ropac Opaj që i kemi siguruar mjetët, vetëm presmi administrim sa më të shpejt. Kryetar, sa e ke pas për krajën e fondeve ndërkombëtare ose në përgjithësi institucioneve shtetërore? Realisht, komuna e Likovës ka një buxhet simbolik si komunë rurale, por fal administratës komunale, këshillit komunal, ne nuk kemi lënë asnjëherë në çdo thirrje për të mos marrur pjesë. Si të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si të Banka Evropiane Investuese, UNDP-ja, si të Banka Botërore, Bashkëpunimi Ndërkufitar IPA, ku jemi shembull në regionin tonë Veni Lindor, dhe në çdo fondacion të Unionit Evropian kemi aplikuar dhe kemi fituar projekte dhe bashkarisht i kemi bërë të gjitha këto projekte kapitale. Por ajo çka është më shqetësuese, se me këtë qeveri që jemi për momentin, asnjë denar për ndonjë projekt kapital nuk është lëshuar. Ata dalin dhe fotografohen me projektet e komunës së Likovës, me vulën e komunës së Likovës. Dhe ata projekte janë të aprovuara në Këshillin Komunal. Ata projekte janë të përgatitura nga Këshilli Komunal, nga komuna e Likovës, duke ju dhënë prioritet dhe është aplikuar në kredin hungareze. Kredia hungareze është gjithëpërfshirëse për të gjitha komunat në nivel të shtetit. Dhe ata kredi do të kthejnë banorët e komunës së Likovës. Dhe unë mendoj që ata të cilët janë në pushtetin qendror duhet të mendojnë më ndryshe për komunën e Likovës, se komuna e Likovës nuk e dëron përbuzjen. Banorët e komunës tonë nuk e dërojnë nënçmimin. Dhe ne bashkarisht, si pushtet lokal, kemi bërë shumë punë në interes të banorëve të komunës. Kryetar, çka ju dallon juve nga kundërkandidati juaj? Unë nuk dua të bëj krahasime, atë krahasim do e bëjnë banorët e komunës së Likovës më 19 tetor. Unë jetoj dhe veproj në komunë të Likovës, jetoj dhe veproj me të gjithë banorët e komunës së Likovës çdo ditë, dhe derisa të kam jetë, këtu do të vazhdoj të jetoj. Dhe banorët e komunës tonë për mua janë të shenjtë. Ata kanë sakrifikuar shumë, kanë dhënë shumë për kombin shqiptar, po sot dhe kësaj dite në çdo aktivitet, në çdo projekt, në çdo iniciativë të cilën e marrim, i kam krah të djathtë. Dhe unë shpesh herë them në mediume se banorët e komunës tonë janë të veçantë nga shumë banorë të komunëve të tjera. E din krenarin, e din obligimin ndaj kombit, por e din edhe obligimin ndaj fshatit dhe banorëve të cilët jetojnë bashkë. Kryetar, për në fund një mesazh për qytetarët e komunës Likovës. Të dashur banorët e komunës tonë, gjatë këtyre viteve të kaluar, kemi bashkëpunuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë ju faleminderoj sinqerisht dhe përzemërsisht për bashkëpunimin dhe kontributin të cilën e keni dhënë bashkë. Shpresoj dhe kam bindje të plot te ju banorë të dashur, që bashkarisht më 19 tetor do vullosni fitoren bindëse të Aleancës Kombëtare për Integrim dhe me këtë do bëjmë punë të hajrit, punë të mira në dobi të banorëve të komunës tonë, po edhe kombit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe një herë ju faleminderoj të gjithëve, Zoti ju dhash të mira familjarisht dhe të vazhdojmë bashkë 4 vjet. Kryetar, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.